Pas më shumë se 7 dekadash nën ujë, janë gjetur rënojat e avionit të kompanisë Pan Am, i cili udhëzua në oqean në vitin 1952 pranë brigjeve të Porto Ricos. Zbulimi i avionit DC-4 Clipper and Ivor rikthen në vëmendje një prej aksidenteve më të rëndësishme në historinë e aviacionit, pasi prej tij lindën shumë prej rregullave të sigurisë që përdoren ende sot në fluturimet e pasagjerëve. Avioni u rrëzua më 11 prill 1952 gjatë fluturimit Pan Am 526A, i cili ishte nisur nga aeroporti San Juan Isla Grande në Porto Rico drejt New Yorkut. Në bord ndodheshin 64 pasagjerë dhe 5 anëtarë ekuipazhi. Vetëm pak minuta pas ngritjes, 2 motorë të avionit pësuan defekte të rënda, duke bërë që pilotët të humbnin kontrollin e lartësisë dhe të vendosnin për një ulje emergjente në det. Avioni përfundoi në ujë vetëm 9 minuta pas nisjes. Përplasja fillestare nuk shkaktoi viktima, pasi të gjithë personat në bord arritën të mbjetonin në momentet e para, por situata u përkeqësua më pas kur pasagjerët u përballën me panik, vështirësi në gjetjen e jelekëve të shpëtimit dhe probleme me nxjerrjen e gomoneve të emergjencës. Avioni u fundos brenda vetëm 3 minutash, ndërsa nga 69 personat në bord, 52 humbën jetën dhe 17 mbijetuan. Dëshmitë të mbijetuarve ndikuan drejt për drejt në ndryshimin e procedurave të sigurisë në aviacionin civil. Pas kësaj tragjedie u futën udhëzimet që sot janë standard në çdo fluturim, përfshirë shpjegimin e daljeve të emergjencës dhe përdorimin e pajisjeve të shpëtimit. Rënojat e avionit u zbuluan në një thellësi prej rreth 610 metrash nga një ekip eksploruesish që përdori një dron autonom me sonar. Operacioni u drejtua nga kompania Deep Sea Vision, e cila më parë kishte zhvilluar edhe një kërkim për avionin e zhdukur të pilotes së famshme Amelia Earhart. Zbulimi i avionit historik pritet të dokumentohet në një episod special të Discovery Channel, i cili do të transmetohet gjatë vjeshtës.